Po vetëvendosja tokë të bën. Ishte propozimi vetëvendosjes. Edhe ta shecim përpara. Do ta bëj edhe më së miri, verzioni më i mirë është që edhe opozita ta bëj propozimin e vet. A mendoj që pyetjet që po mungon këto 2-3 ditë, bilema se nuk po bojnë gazetarët që unë po bëj këtë pyetje. Partitë politike PDK-ja dhe LDK-ja më përmendja që do të përcaktohen nëse nuk e votojnë Glauku Njufsen, kënd do ta votonin. Përbes nëse e propozojnë ndaj emër, nështë edhe unë e votoj. A tjetrin në mend meje. Po kërkush nuk po propozon. As PDK-ja, as LDK-ja. Jam shumë kurreshtar me ditë kush është ai që ata do ta votonin nëse nuk jam unë. Edhe vetëvendosja do ta votonte, për mos më shkuën zgjedhjet. Po do të më nxjerr një emër ata, për më na tregu kush është ai nëse nuk bëni vetëvendosjes. Sepse jam i bindur që nuk do të mund ta propozojnë një person neutral apo një. Si parti mundeni me propozuar dhe ju edhe një emër. I keni edhe 3 vite për nënshkrime, pse nuk e bëni? Nuk e bëjmë. Gjithë janë propozuar formal nga partia. Nuk e bëjmë sepse duhet ta propozojë opozita. Ç'është është logjika e kandidata nuk konsumohet opozita nuk propozon një emër, a do të propozon një? Atëherë do të shohim, a të vazhdojmë sipas procedurave. Po pse kemi lënë është që opozita ta propozojnë një, ne tonin dhe pastaj të vazhdojmë me tentu me mbledh deputet, pra me siguru votat e tyre që me votu nga opozita bëhet fjalë dhe çka nëse LDK po supozojmë e kandidon Vjosa Osmanin, a do të tërhiqen ju? Po nga 2 herë ka taku kryeministri Kurti lider të partive opozitare. Natyrisht ja ka kërkuar mbështetjen. Nëse nuk e kemi mbështetjen, ata do të dalin me emrat e tyre. Unë nuk e përjashtoj, ka shumë njerëz më të mirë se unë. Ka shumë njerëz më të përgatitur se unë. Le ta propozojnë ata njërin, po le ta propozojnë. Po pra, Vjosa Osmanin, ose këndo që dëshirojnë. Edhe unë vetë ko me votu. Po ata nuk po dojnë me propozu. Dhe unë konsideroj që nëse nuk e propozojnë, nëse opozita nuk e thot asnjë emër, qoftë edhe një neutral në të gjenë, atëherë kjo është përcaktim i qartë për me shkuën zgjedhje. Nga ona e opozitës, jo nga ona jonë. Nëse nuk ka punë kandidat edhe nuk konsumon 3 runde sonte. Ja thash gjërat kryesore. Po çka ndodh?